Prej kaq vitesh, ata u zhvendosën në Pogradec për një jetë më të mirë për fëmijët e tyre, por ata asnjëherë nuk e menduan se do të përballeshin me pasojat të tilla. Ata gdhien dhe ngrysen me barkun bosh, por edhe me shpresën të vrarë, pasi shteti dhe institucionet u kanë mbyllur dyert. Asnjë prej tyre nuk ka zgjatur dorën deri më sot, qoftë edhe për një ndihmë ekonomike. 10 herë kanë shkuar pas dyreve të drejtuesve, por asnjë prej tyre nuk i ka zgjatur dorën e ndihmës. E vetmja e ardhur për ta janë kanaçet, të cilat i mbledhin kazanëve dhe me lekët që nxjerrin han pak bukë, paguajnë qiranë, ujin dhe dritat. Ata i paguajnë shtetit taksa, por shteti nuk i ofron atyre asgjë. Sa vite ke që jeton Pogradec? 17. 17 vjet? Në çfarë gjendje jeton? Gjendje s'ka mirë. Si që shikon vetë, pa punë, kur del. Kështu nuk është se ke pas ndonjëherë në një punë përhershme. Jo, punë përhershme jo stabil. Kështu në ndihmë ekonomike merr Asnjë. nga bashkia e Jo shtetit. asgjë. Si ja bëni, jeni 4 veta në shtëpi apo? Ja me të keq. Ka pas ka gjë, dhe unë kur dal. Me 2-3.000 lekë, 5.000 lekë. Keni shkuar ndonjëherë në një institucion pra bashkisë apo diku tjetër të kërkoni një punë? Kemi vaqër jo. Vese emri shënim marin atje. Vetëm kaq, vetëm emri. Vese emri. Në fakt, ty të një pjesa më e madhe e qytetit, sepse të kam parë me çfarë pune merresh për të siguruar të ardhurat për familjen tënde. Sa e vështirë është për ty të bësh edhe gruan e shtëpisë, por dhe të sigurosh para? Po çfarë të bësh nga e keqja? Ha, ku do vete? Ku do vete? S'kam ku do vete. Vete, ja, me ilaçe, edhe burri me ilaçe, ja. Çfarë të bësh? Marrim borxh nga njerëzit tim, jam mbytur borxhe me njerëzit tim, motra. Çfarë të bësh? Ke kërkuar ndonjëherë nga këta institucionet, nga shteti diçka? Ku do vete? Ku do vete? Kur ishte ai Artan Shkëmbi, vajtaja vitin e mbusha atje në Artan Shkëmbi, i thash unë kërkoj punë, nuk dua punë me kalem. Unë atë shkollë kam atëja. Pastruse natën të paktën. S'po më futin as pastruse. Futin të tjera që kanë tëra në shtëpi. Mua më përcjellin, jo do të marrë në telefon, ka 2 vjetë, jo do të marrë në telefon, jo do të ashtuja. Po çfarë do është, ku të vete takoj? Si s'më dhem, jam nenë. Nëna ta shudhim se për fëmijët. Unë dua të ardhmen e fëmijëve. Ku? Ata kërkojnë, duan të tëra kushte, po ku t'i gjeun? Kjo pra ishte historia e Arbenit dhe Mimozës, të cilët në fakt shumë vite më parë ikën nga fshati Shën Gjergj për të ardhur në Pogradec, me idenë se do të bënin një jetë më të mirë dhe do të kishin mundësi më të mira për të jetuar dhe për të rritur fëmijët e tyre. 3 fëmijë të cilët sot janë në shkollë, por që nuk mund të plotësojnë as kushtet minimale për të shkolluar. Ata kanë shumë të vështirë për të siguruar ushqimin e ditëve në vazhdim, mos flasim për muajt apo dhe viteve që i presin. Një situatë mjerane, me skamjes, ku edhe poezitë e Migjenit nuk do të gjenin vend, sepse janë edhe më keq. Një vend ku siç mund ta shikoni, janë 2 dhoma, pothuajse të rrënuara që ata rrinë me qira prej vitesh. Shumë e vështirë të sigurojnë qiran mujore apo të paguajnë dhe detyrimet që kanë në shtetit, energjinë apo edhe ujin. Ata i paguajnë shtetit taksat, ndërsa shteti nuk i jep asnjë ndihmë ekonomike. Prej 16 vitesh që ata jetojnë këtu, nuk trajtohen as me ndihmë ekonomike nga ana e Bashkisë Pogradecit. Një apel që vjen nga stafi i televizionit Sot 7 nga këtu është që institucionet të reagojnë. Bashkia, zyra e punës apo edhe institucionet të tjera të vënë dorën dhe të ndihmojnë këtë familje të varfër. T'u japin dorën, t'u japin pak dritë, t'u japin pak shpresë.